Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Fort Lumturia e Joani, ka drejtuar liturgjinë hynore në kishën e apostullit Pavël, në ditën e apostujve Petro dhe Pavli. Në fjalën e mbajtur, Fort Lumturia e tij dha mesazhe për dashurinë ndaj Zotit dhe ndaj njëri tjetrit. Kryepiskopi tha se sot njeriu është larguar nga Zoti dhe nga njëri tjetri. Mëtej, Fort Lumturia u shpreh se nuk ka gëzim atje ku është e keqja. Sa herë ndodhemi në të keqe apo kemi zilira, nuk do të ketë gëzim. Shën Pavli, cilin përkujtojmë dhe sot, thot disa fjalë shumë të rëndësishme. Thot bëheni imituesit e mi siç unë jam i Krishtit. Ata patën Krishtin si model dhe u modeluan sipas tij. Dhe ne duke mësuar rreth jetës së tyre, fillojmë modelohemi sipas tyre e duke ju afruar realisht ikonës së Krishtit. Çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis. Ky është besimi i krishterë. Kisha është uniteti i gjithë njerëzve. Njerëzit nuk janë njësoj. Zoti nuk krijon kopje, po kërkon unitetin në mërmjet tjetrit. Dhe Zoti nuk kërkon uniformitetin. Diktaturat kërkonin uniformitetin. Njerëzit që nuk duan Zotin, nuk duan as njerëzit e tjerë. Vetëm ato që duan Perëndin, duan dhe njerëzit e tjerë. Dhe ata mund të marrin përgjegjësi për të mësuar njerëzit e tjerë, për të shpëtuar njerëzit e tjerë. Madje sot që është larguar njeriu nga Zoti, janë larguar dhe nga njëri tjetri. Madje dhe brenda familjeve nuk ka më dashuri. Njerëzit që mendojnë se janë të drejtë, e që janë të pastër, e gjithë tjerët janë gabim, janë njerëz që jetojnë në errësirë. Nëse ndriçohemi nga shpirti i shenjtë, do njohim kush e di se sa gjëra që janë brenda nesh. Sado vështirësi që të kemi, prania e Zotit do na japi gëzim, sepse nuk ka gëzim atje ku është e keqja. Sa herë që ne jemi në të keqe, sa herë ne kemi zilira, çmira, gënjeshtra, shpifje, nuk do kemi gëzim. Mëtej Fort Lumturia e tij Joani ftoi besimtarët për lutje ndaj dy apostujve për të shpëtuar kishën.